ne kishim një takim I cili e kam thonë edhe më herët, jo që ishte vetëm I mirëseardhur, por ka qenë edhe I propozuar qyshjavën e kaluar nga Partia Demokratike e Kosovës, duke besu që presidentja vendit si e vetmi institucion me mandat legjitim duhet të angazhohet dhe të marrë një rol në këtë përpjekje tonën për ta zhbllokuar situatën në cilën jemi për shkak të insistimit të lëvizjes vetëvendosur që ka dalë partia e parë dhe e cila insiston që ta mbajë në mënyrë imponuese kandidatën Zonën Axhiu, e cila as si ka marrë shumicën e votave deputetëve as mund t'i merë të ardhmen. Ishte një diskutim mbrenda pozicioneve që ju I dini, që I den opinioni publik që I kemi shpreh, në emër të PDK-s unë edhe një herë kërkova që kryetari I vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që e marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë që jemi, por megjithatë duhet ta shohim këtë takim si një hap para, një përpjekje shtesë edhe nga ana e involvimit presidentës në këtë temë për të gjetur një rrugë zgjidhje. Ju njoftoj pa ashtu se gjatë diskutimeve kam kërku, kam propozu që presidentja në zbatim të përgjegjësive dhe prerogativeve kushtetuese cilat I ka, e cilat ja jep neni 84 I kushtetutës, e konkretisht paragrafi 2 I këtij neni, ku kërkohet apo obligohet që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve, që në një moment kur të e vlerëson, e besoj që ai moment tashmë është këtu, apo është afër, që ndoshta t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, qoftë me pyetje kushtetuese, të cilat në kaluarën gjykata si ka pranuar, por sipas praktikave të Komisionit Venecias në raste tepër të rëndësishme ka përjashtim nga precedenti, apo përmes dërgimit një lëndë në gjykatën kushtetuese për krejt procesin zgjedhor në mënyrë që të kemi një rrugdalje. Unë jam koshient që ne ma shumë se sa problem juridik, ne kemi problem politik. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe do duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo qasje imponuese autoritare e lëvizjeve të vendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para shtetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Ju e dini që unë nuk e kam praktik pas takimeve me I përfol ata bashkëbisedues që kanë pas takim. Nuk mund të them që kemi pas diçka të tillë, por I takon besoj presidentës pas që I përfundon takimet, jam I bindur që do të ketë një komunikim me ju.